gjumë, Nuk e pa ndonjëherë. sepse është një punë shumë e vështirë për me bë humor. Patjetër. Duket shumë e këndshme, shumë Shumë e thjeshtë. shumë popullore, shumë kështu. Për të bë humor është. Dhe humorin e bëjnë vetëm njerëzit serioz. Në fakt është e vërtet, në fakt çdo profesion, çdo punë bëhet nga njerëzit serioz, por të bësh humor është e vërtet kjo. Duhet të qenë shumë serioz. Dhe nganjëherë aktorët e humorit apo shkrimtarët e humorit apo satiristët paragjykohen, domethënë në kuptimin që sa serioz që e ke ti më. Pse më atje bën shumë humor, po që e ke shumë serioz kështu. Mirë, po këtu është gjithë kleçka, se pjesa më e rëndësishme e humorit është serioziteti, në fakt, thoshte Charlie Chaplin. Dhe nganjëherë, domethënë, ato situatat më të bukura që i mbani mend më shumë nga skeqet, nga situatat komike, nga komeditë kështu me radhë, pothuajse 99% vijnë nga dhimbjet, vijnë nga drama e shkaktuar nga ai fenomen të tipit. Nëse një aktor humori apo një skenarist shkruan apo luan në skenë një situatë burgu, një situatë kufiri, një situatë certifikatash dikur, një situatë zjarfiksish, një situatë po them te mjekësia, te doktori, te mjeku, kështu me radhë, janë gjitha situata që aktori apo skenaristi i ka parë me shumë seriozitet, nga e cila kanë nxjerr thelbin, detajin dramatik për ta përçuar pastaj me humor aq sa të mundet tek spektatori, që spektatori ta ketë më të lehtë për ta përtypur. Kështu që Arjan Quliqi, meqense është në këtë video, për gjithë ata që mbas edhe nuk e njohin, është një nga skenaristët më me përvojë në fushën e humorit. Ka bërë disa telefilma, nëse ju i mbani mend, ku diun Dashi pa brir, Një baba tepër e kështu me radhë. Dhe unë mendoj që po, është e vërtetë që hyn në po them skenaristët më inteligjent, të paktën te epokës tij, edhe më mbrapa. Por gjithsesi, këtu ka shumë të drejtë. Që të bësh humor duhet të jesh shumë serioz. Tani është shumë kontradiktore si shprehje, por është e vërtetë. Ciao.